Familja është institucion hyjnor dhe si e tillë nuk është as shpikje ndonjë filozofi, as ndonjë juristi, e as produkt i çfarëdo mekanizmi tjetër. Më së miri e vërteton realiteti i jetës. Pra, vazhdimësia e saj për gjatë shekujve dhe pamundësia e gjithë atyre alternativave, të cilat u ofruan si zgjidhje ose si zëvendësim i detyrave të saj, qofshin ato shoqërore, psikologjike, kulturore, pse jo edhe shtetërore, e bën atë një ligj të pazavendësueshëm në ndërtimin shoqëror dhe kulturor e gjithmonë po them pse jo edhe shtetëror. Marr parasysh se familja është një shtet në miniatur. Gjitha hulumtimet në rrafshin social janë në krahun ton, janë në anën ton, dhe këto hulumtime ofrojnë një sasi të madhe të studimeve krahasuese midis njerëzve të cilët jetojnë në familje të rregullta dhe atyre të cilët jetojnë jashtë saj, duke dëshmuar vazhdimisht favorin e situatës së familjes dhe duke nxjerrë gjithmonë të dështuar çfarëdo përpjekje e cila bjen ndesh me familjen dhe si më thën anon ka e pjesa individuale. Të bindur për herë që familja është thelbi i përbashkët njerëzor dhe nëse bie koncepti i familjes siç ne besojmë dhe siç ne e akceptojmë, atëherë bëhemi të gjithë individ egoist vetjak, secili i izoluar në interesin e tij dhe historisë së tij të vogël. Kësaj do të mbizotroj një identitet fluid i langët, i cili në shumë situata nuk do të jetë i gatshëm të bëjë dallimin mes gruas dhe burrit, fëmijëve dhe struktura tjera shoqërore, siç nuk do të jetë i gatshëm gjithashtu të bëjë në shumë raste dallimin midis njeriu dhe gjasendeve. Thjesht njeriu shndrohet në një numër dhe asgjë më tepër. Jemi të lumtur, jemi krenar me familjen dhe po bëjmë gjitha përpjekjet tona për ta ruajtur konceptin ton të mirëfillt mbi familjen, mbi burrin, mbi gruan, mbi fëmijët, atë koncept shqiptar dhe fetar që e kemi trashëguar me shekuj.